A e njihni gafurin e famshëm nga seriali Tokë e Hidhur? Sot do t'ju tregojmë një histori frymëzuese, atë të Bulend Polat, nga një fëmijëri e thjeshtë dhe plot sfida në një familje të madhe, deri tek skena e madhe e televizionit turk. Si a doli një djalë nga Tunceli të bëhet një nga aktorët më të dashur të ekranit. Qëndroni me ne dhe zbuloni jetën e vërtetë të aktorit që na bëri të qeshim dhe të qajmë në të njëjtën kohë. Kjo është historia e Bulend Polat. Bulend Polat lindi më 8 mars të vitit 1979 në Tunceli, Turqi, në një familje me prejardhje zaza dhe ishte fëmia më i vogël ndër 5 vëllezërit e motrat. Në vitin 1987, familja e tij u zhvendos në Stamboll për shkak të pranimit të vëllait të tij në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Stambollit. Në moshën 13 vjeçare, me inkurajimin e vëllait të tij, Bulend filloi të punojë si vullnetar në teatrin bashkiak të Bakirkoi në Stamboll. Fillimisht, ai ndihmonte në prapasken, por shpejt u përfshi në shfaqje teatrale për fëmijë. Ai e konsideron këtë përvojë si themelin e disiplinës dhe pasionit të tij për aktrimin. Gjatë fëmijërisë, familja e Bulendit përjetoi vështirësi ekonomike, duke e detyruar atë të punojë që në moshë të re për të ndihmuar në mbajtjen e familjes. Ai ka treguar se ka punuar si animator në festa ditëlindjesh, duke luajtur role si kloun dhe babagjyshi i vitit të ri, për të fituar të ardhura. Pas përvojës së tij fillestare në teatr, Bulend vazhdoi studimet në Qendrën e Artit Mujdat Gezen në Stamboll. Në vitin 2008, ai shkoi në Shtetet e Bashkuara për të ndjekur kurse aktrimi në shkollën Stella Adler në Los Angeles dhe më pas u zhvendos në New York për të vazhduar karrierën e tij ndërkombëtare. Fëmijëria e Bulend Polat ishte e mbushur me sfida ekonomike dhe përpjekje të vazhdueshme për të ndjekur pasionin e tij për aktrimin. Përkushtimi i tij që në moshë të re e ndihmoi të ndërtojë një karrierë të suksesshme në teatr, televizion dhe film. Bulend Polat është një aktor turk me një karrierë të pasur në teatr, televizion dhe film. Ai ka ndërtuar një profil të larmishëm artistik që nga fillimi i viteve 1910 deri në ditët e sotme. Polat filloi karrierën e tij në teatr në vitin 1993, duke punuar në teatrin bashkiak Bakirkoi në Stamboll. Ai mori pjesë në shfaqje të ndryshme teatrale për fëmijë dhe të rritur, duke ndërtuar themelet e karrierës së tij artistike. Në vitin 2004, Polat fitoi një njohje të gjerë me rolin e tij si Sheh Suvar në serialin komik Avrupa Yakasi. Në vitin 2004-2006, një nga komeditë më të njohura turke të asaj kohe. Ky rol e bëri atë një figurë të dashur për publikun dhe e konsolidoi pozicionin e tij në industrinë e televizionit turk. Në vitin 2007, Polat shkoi në Shtetet e Bashkuara për të ndjekur kurse aktrimi në shkollën Stella Adler në Los Angeles dhe më pas u zhvendos në New York për të vazhduar karrierën e tij ndërkombëtare. Gjatë kësaj periudhe, ai gjithashtu punoi si një menaxher i një bari në Manhattan për të mbështetur veten financiarisht. Në vitin 2018 deri në vitin 2022, Polat interpretoi rolin e Gafur Teshkin në serialin dramatik Tokë e Hidhur. Ky rol e bëri atë të njohur ndërkombëtarisht dhe solli vlerësime të shumta për interpretimin e tij të ndërlikuar dhe emocional. Përveç rolit të sipërpërmendur, Polat ka marrë pjesë edhe në një ser projektesh të tjera të njohura, si Karagul, Çokur dhe Osmani, i cili transmetohet aktualisht në televizionin Klan. Bulend Polat ka ndërtuar një karrierë të suksesshme dhe të larmishme në industrinë e argëtimit turk. Me talentin dhe përkushtimin e tij, ai ka arritur të fitojë zemrat e publikut dhe të krijojë një trashëgimi të qëndrueshme në botën e aktrimit. Në vitin 2015, Bulend Polat u martua me Duygu Shenoglu, një mësuese anglishteje. Së bashku ata kanë 2 fëmijë. Vajza e tyre e parë quhet Doha Polat, e cila shpeshherë shoqëronte atin në xhirimet e projekteve të tij. Bulend Polat është i njohur për përkushtimin e tij ndaj familjes. Ai shpesh ndan momente nga jeta e tij familjare në rrjetet sociale, veçanërisht në Instagram, ku ndjekësit e tij mund të shohin momente të përbashkëta me bashkëshorten dhe fëmijët e tij. Përveç aktrimit, ai është një adhurues i udhëtimeve dhe kuajve. Familja luan një rol të rëndësishëm në jetën e Bulend Polat. Përkushtimi i tij ndaj bashkëshortes dhe fëmijëve
si dhe ndarja e momenteve të tyre të përbashkëta me publikun, tregojnë për rëndësinë që ai i jep jetës familjare për krah karrierës së tij artistike. Aktori është shprehur se aktrimi nuk është thjesht një profesion për të, por një mënyrë jetese, duke theksuar rëndësinë e përkushtimit dhe disiplinës në këtë fushë. Siç thamë dhe pak më parë, Polat është një admirues i udhëtimeve dhe i kuajve, duke shijuar kohën e kaluar në vende si Kapadokia, ku ka pasur mundësinë të kombinoj pasionin e tij për natyrën dhe punën e tij. Ai është aktiv në Instagram me më shumë se 166.000 ndjekës, ku ndan momente nga jeta e tij profesionale dhe personale. Një nga projektet më të fundit të Polat është seriali Saja Kalp, ku ai vazhdon të shfaq talentin e tij në ekranin e vogël. Gjatë xhirimeve të serialit Tokë e Hidhur, aktori Bulend Polat, i njohur për rolin e tij si Gafur Teshkin, ka përjetuar momente të shumta interesante dhe të paharrueshme. Këto përvoja kanë kontribuar në krijimin e një atmosfere pozitive dhe të ngrohtë në set. Bulend Polat dhe Hilal Altimbilik, pra Zyleha, kanë ndarë shumë skena së bashku. Ata shpeshherë e kishin të vështirë të mbanin të qeshurën gjatë xhirimeve, duke krijuar një atmosferë të këndshme në set. Altimbilik ka pohuar se bashkëpunimi me Polat ishte shumë i këndshëm dhe se ata kishin krijuar një lidhje të veçantë shoqërore. Në një rast, Polat këndoi një këngë popullore për kolegun e tij Murat Analmish, pra Demirin, duke sjellë të qeshura dhe argëtim për të gjithë ekipin. Ky moment tregon për atmosferën e ngrohtë dhe miqësore që mbizotëronte në set. Vajza e vogël e Polat, Doha, mori pjesë në një rol të vogël në serial. Polat e përshkroi këtë përvojë si një ndjenjë të papërshkrueshme dhe emocionuese, duke e konsideruar si një moment të çmuar në jetën e tij. Gjatë xhirimeve, Polat dhe bashkëshortja e tij, Dujgu, mirëpritën lindjen e djalit të tyre. Kjo ngjarje solli gëzim jo vetëm për familjen e tij, por edhe për ekipin e serialit, duke krijuar një atmosferë festive në set. Në ditën e gënjeshtrave, pra 1 prill, ekipi i serialit organizoi një shaka për Polat. Ata bën sikur një turmë fansash po priste një aktor tjetër, duke lënë Polat të habitur. Pas zbulimit të shakas, të gjithë qeshën dhe shijuan momentin. Në botën e aktrimit janë disa personazhe që nuk i harrojmë kurrë, jo vetëm për rolin që luajnë, por një shpirt që sjellin pas kamerës. Bulend Polat është njëri prej tyre. Me energjinë e tij pozitive, humorin e natyrshëm dhe dashurinë për familjen, ai e ktheu Gafurin në një figurë që do të jetonte gjatë në kujtesën e shikuesve. Dhe pas çdo skene të luajtur, ai la pas momente të vërteta, të qeshura me kolegët dhe dashurinë për artin. Nëse të pëlqeu ky rrëfim pas skene, mos harro të pëlqesh videon, të komentosh dhe të abonohesh për më shumë histori të vërteta nga bota e kinemas turke dhe jo vetëm. Faleminderit që na ndiqni deri në fund.